Nga 1 janari vitit e ardhshëm, kompanitë e Maqedonisë së Veriut që eksportojnë produkte në tregun e Bashkimit Evropian do të përballen me goditje. Çmimi i ulët nuk do të jetë më avantazhi kryesor për konkurrencën e produkteve vendore. Bashkimi Evropian ka futur një taks për dekarbonizim që do të thotë se do të paguhet një shumë shtesë për produktet që janë prodhuar duke përdorur energji ndotëse. Por problemi për kompanitë e Maqedonisë është se ato përdorin energji elektrike që 60% prodhohet në Tec Manastir, me qymir dhe vetëm 40% nga burimet e rinovueshme. Për këtë arsye nuk dihet ende sa do të jetë taksa. Не знам, тоа сепак е работа на други институции. Конкретно за цената на нашите производи, ние сме должни да квартално да даваме извештај до нашите клиенти и во однос на како добавувач, во однос на тоа ќе зависи нивната цена, односно нивната taksa, koja што значи да се купуваат карбон обврзници. Edhe pse ishte paralajmëruar, ende nuk është formuar rastrupi që do të mas nëse një produkt të caktuar është përdorur energji e pastër apo ndotëse, mbi bazën e së cilës duhet llogaritet taksa. Kjo do të thotë se edhe kompani që kanë investuar në burime të rinovueshme do të paguajnë gjithashtu taksën. Пачартësi ka ende edhe në qeveri. Во нашите последни разговори ни беше укажано дека ќе се земе миксот на Македонија како држава. Тоа значи дека ние минатата година 40% имаме од обновливи и дека ќе биде тој микс. Значи нема да се гледа поединечно, туку ќе се гледа државата како една целина. Taksa që do duhen paguar do të thotë edhe çmime më të larta për produkte që kompanitë vendore eksportojnë në tregun e BE-s, duke i bërë ato më pak konkurruese. Да, во секој случај цената ќе биде оптеретена и компаниите, бидејќи за ова се зборува неколку години, треба и мислам се спремаме на некој начин да се соочиме со тоа. Ndryshimet janë të vështira, por duket se janë të pashmangshme, të paktën sa i përket tranzicionit të gjelbër. Да не се плашат во смисла компаниите, бидејќи за 10 години тоа ќе стане нормален и својствен составен дел на секојдневието на сите нас. Не само на компаниите. Kjo taks nga 1 janari do të prek rreth 370 kompani vendase që kanë rreth 80 milion euro eksport në Bashkimin Evropian, produkte të lidhura me industrinë e çelikut, aluminit, çimentos, plehrave dhe hidrogjenit. Por Bashkimi Evropian paralajmëron se do të zgjerojë taksën edhe për industri të tjera si ajo tekstile, kimike, plastike, celuloze dhe letre.